Jemi rikthyer në Top Albania Radio. Faleminderit që na ndiqni. Arion Shiçar, shife unë çik si pozicion meditativ këtu. Je pozicionuar bukur. Je pozicionuar si në aeroport, nëse do të ishe duke pritur avionin tënd për në Mauritius, për gjithë ata që janë lidhur me jo, me në fakt ky është pozicioni që unë do doja dhe vazhdimisht në meditim vizualizoj në një ishull me rër të bardhë, sikurse është Mauritius, por apo ka edhe shumë vende të tjera, unë ulur aty në breg të detit në këtë lloj pozicioni. Pozicion meditativ. Me punën që bëjmë ne në Shqipëri vetëm mund ta meditojmë atë lokacion sepse kushton deri në 10.000 euro të dashur miq një javë, kështu që ende si kemi, unë të paktën si kam kjo që mediton dhe ka atë fuqinë të rreqjes, si ishte ai libri si quhej? Si quhej libri i famshëm që lexuan gjithmonë se bënin lek. Sekreti. Dhe në fakt disa shqiptarë u bën me shumë lek patjetër që po, forca. Po mirë, se nuk është kështu si e thua ti, të lexosh librin edhe të ajo. A jam në Mauritius unë në këtë moment? Po, në fakt po të ta afroj kamera dhe në çik, plani brapa duket tamam sikur je aty. Ti themi dhe të japim pak kontekst formatit ton për gjithë ata që janë lidhur vetëm në këtë moment me ne në radio dhe thon kush janë këta të dy, Arioni dhe Ariola, po ju bëjnë shoqëri, ishte Julka me ne, kështu që faleminderit Julka që ishe me ne dhe na tregove pak për lidhjen tënde me udhëtimet. Presim Albanin. Jemi për rreth 2 orë të dielave nga ora 18 deri në orën 20 për t'ju treguar, rrëfyer pse jo dhe për të diskutuar së bashku edhe nëpërmjet numrit ton të telefonit për destinacionet pse jo egzotike, po edhe destinacione të thjeshta apo destinacione që të gjithë ne i prekin, siç është Roma. Kemi thënë 700 euro, Roma është bërë kështu. Por cilat janë vendet të Durrës? Roma, tamam. Po ashtu është bërë se bileta më e lirë që kam gjetur për Romë nuk tallem. Edhe unë. Vajtjardhje. Po, te bishti avioni tamam. Në ato syze. Jo, unë se mbaj mend ku i kisha, po jo, vërtet edhe unë që kam gjetur 20 euro. Po brenda në avion e kishe, kjo është e sigurt. 20 euro deri në Romë. Edhe humba atë avioni di. Apo s'të intereson shumë. Por 19 euro. Edhe ja futë gjumin se me 19 euro që ishe paguar. Jo, i kishte skaduar babit pasaporta. Rikthehemi në Mauritius të dashur miq. Jo, unë di që jam interesante për ty, po. Për mua je shumë, po unë i di të gjitha këto se ne rim për ditë bashkë. Ta kam thënë që ne. Vendet must see në Mauritius, kush janë Arion? Vendet must see, për ata që s'din anglisht do thotë vendet më të parë, që duhet i shohim patjetër. Patjetër, jepi Ariola. Me frëngjishten jam më mirë. Po me frëngjisht këtë po ja hedhim topin njëri tjetrën se s'dim as ti lexojmë. Është një mal i mrekullueshëm, simbol i lirisë, peizazh fantastik. Quhet Le Morne Brabant. Mos e ti edhe bënjësh në frëngjisht. Ose Le Morne Brabant. Okej. Mos na shani, kush na shan? I sharit Chamarel Seven Color Earth. Rër në ngjyra të ndryshme, thot. Patjetër, është një lokacion që ka rër dhe ka rër me ngjyra të ndryshme. Mu bëjkot rrëfimin asaj që shkruar këtu. Il e surf. Okej, pra cepi i surfit. Ishulli, il e di që është ishull. Po, ishull privat dhe plazhe tropikale. Okej. Apo i shohim në këto, na ke sjellë një pamje këtu si autor programi. I kemi të gjitha i ke. Po ashtu. Port Louis që ishte dhe kryeqyteti. Po tregje, muzeume, kultura e qytetit, ja, duhet jetë kjo që po shohim nga mbrapa. Eksakt. Ata që na ndjekin në radio besoj po e shohin gjithashtu. Po, ata nuk po i shohin, po i mbajnë shënim. Dhe këto janë pra vendet must see. Baja e madhe, mos e haro, Baja e madhe, po, Grande Baja e madhe. Grand Bay. Gjithsesi është ishull të dashur miq. Sporte ujore, nightlife, shumë i përhapur në këtë zonë. Nuk e kemi thënë në hapje, nuk patëm kohë as me Julkën ta diskutonin sepse ky ishull ofron edhe aktivitete të shumta, sikurse ofron edhe kulinari mikse, ka ushqime kineze, ka ushqime indiane, ka ushqime afrikane, sepse siç e tham në hapje ka ndikime kulturore nga të gjitha këto vende. Gjithashtu mund të bëni dhe ka dhe aktivitete të shumta përveç se të qëndroni në plazh dhe të merrni rrezë, të bëni foto për në Instagram. Kush është pjata kryesore? Ja, regjia, bravo regjia, shumë faleminderit çunat edhe gocat e regjisë, nxorëm pjatën kryesore. Kjo pjata kryesore si mund ta përkufizoj? Kam gatuar unë këtë. Ja, se është realisht e Mauritius kjo. Palacinka. Palacinka janë. Po janë palacinka nuk tallem, është pjata kryesore e tyre. Po, janë palacinka ose më saktë janë këto pitet që ne jam në për krepat tona, po është me mix mielli, janë disa mikse mielrash, të cilat bëjnë pas. Edhe mielli i thjerrzave është më i njohuri. Po, edhe me miell thjerze dhe që jep atë veçantin. Përdoret për t'i mbushur me shumëllojshmëri produktesh. Mund të jetë peshk, mund të jenë fasulet, mund të jenë erzat. Peshku. Se çana intereson është plazhi sigurisht, jo foto. Mua, domethënë
nuk aty për çfarë do shkosh? Për të provuar dhollpurin. Anke no. Ka dhe nga ata që han çdo gjë, nuk kanë të gjitha ostrika si puna jote. Ka dhe nga ata që dalin në qytet dhe han street food. Unë po dhe unë dhollpurin si të gjithë. Tani po të pyes ty, a ka peshkaqen Arion? Një nga pyetjet që ne i bëm njëri tjetrit nëse do të shkonim aty, çfarë do na sikletoste, këtë pyetje kam bërë të dashur miq dhe i dhash përgjigje nëpërmjet ulumtimit në internet. Po, patjetër që ka peshkaqen, është një ishull, është në Afrikën e Jugut. GPT e ke gjetë po mos. Patjetër si shumë informacione të tjera, po më pas ne shkojmë edhe i prekim, i shohim me linqen, nuk tallem për këtë gjë sepse nuk mund të lejoj vetes kem vetëm ChatGPT-n. Dhe po patjetër që po jemi profesionistë. Jemi çik profesionistë. Po ta themi se na paragjykojnë. Ka peshkaqen Ariola. Un kam shumë frikë në peshkaqent dhe nëse do nëse nuk do ta dija kështu. Burri i tij që s'lufton me peshkaqen. Eksakt, ai lloj burri. Dhe peshkaqenët ndodhen ama, kjo më qetësoi, vetëm jashtë koraleve. Që do thotë ka një zonë të mbrojtur nga korale, ku peshkaqenët nuk hyjnë në brendësi të këtyre koraleve për shkak të cektësisë. Po i shkrepi aty dhe po më limoj të shkretën ta mbyll. Po jo, po s'është e vërtet, mos i gënjeje njerëzit. Jo, ka peshkaqene. Por po ti të shkrepet peshkaqenet dhe hyn aty, se sulme ka pasur. Po plazhet janë të mbrojtura. Mos e pa ç'kismet. Si përqindje ishte më e shpeshtë rënja e arës kokosit në kokë se sa ngrënia e peshkaqenit. Por Arion, kur njerëzit nisen nëpër këto vende që janë kaq egzotike, kaq tropikale, më the të thash, një nga pyetjet kryesore që kanë është a duhet të vaksinohemi? Jo, nuk duhet të vaksinohemi. Nëse keni bërë vaksinat ato standardet të jetës tuaj, ato që bëhen që për fëmijë duke vazhduar, apo vaksinat që bëhen në përgjithësi kur shkohet në vende egzotike apo në vende të Afrikës në përgjithësi, janë vaksinat të cilat sigurisht se ju që keni bërë janë të mikpritura dhe në këtë lokalitet. Por në përgjithësi nuk kërkohet vaksinim i dokumentuar, pra nëse keni bërë vaksinat e thënë me pak fjalë keni për të mirën tuaj. Por vaksina me detyrim nuk keni nevojë të bëni. Dhe malaria, që është frika më e madhe që kanë ata që shkojnë në Afrikë, nuk është prezent në ishull. Pra nuk është diskutuar në numra të atill sa të bëhet prezente në ishull. Sa i përket muzikës, muzika tipike është sega, kështu e quajnë, është edhe një miksim ose një zhanër i ri që ka dalë që është një miksim i segës dhe reggaes, që neve vetëm pas si quhet? Segae. Okej, rega se. Po rega dhe që është shumë popullor këtë rinjt, edhe ka marrë shumë popularitet, kishte klikime pafund të këngëve të tyre. Po pse reggae në një ishull të Afrikës, ndërkohë që reggae është një muzikë. Okej, pra është muzikë importuar dhe janë fresk, rat. Jo, këtë se di, ja futa nga mendja. Gjithsesi muzika tradicionale e ishullit me kërcim dhe daulle është sega, që tham, shumë ritmik dhe shumë sensual. Ndoshta regjia na ndihmon se e kemi si moment Arion që ta shohim pak edhe tek Leti dhe ta dëgjojmë pak apo do të lançojmë një këngë atëherë këtë? E lançojmë. Hajde një. Rikthehemi përsëri së bashku në këtë blok të fundit të dashur miq, fatkeqësisht do ta them, e thash, vetëm 2 orë kemi në dispozicion Ariola Show. A do ta bësh për ditë këtë format? Patjetër Arion, pse jo? Për ditë do ishte pak e vështirë, por është format interesant, muzika është mirë. Neve të dielën shoqërojmë njerëzit, kthehen nga udhëtimet. Po mund ta bësh shtunë të diel për shkakun. Bllokon komplet fundjavën. Për të humorit ishim në Mauricius, kemi qëndruar së bashku për rreth 2 orë, këto janë minutat e fundit. Julka Gramu ishte ajo që na shoqëroi me intervistën e saj shumë interesante, me shpresë që edhe ju ta keni shijuar, ju që keni qëndruar me ne këto 2 orë. Si nga Shqipëria Live. Nga Shqipëria Live? Po, tamam kështu flisi edhe aty. Si në radio? Ja, tamam, si tani. Po si ta ndryshoj? Ja, pra që na keni ndjekur tani dhe po bëjam mbylljen, patjetër që do ta bëja. Si ta ndryshoj? Pse do ta ndryshosh se ti njëti je? Eksakt. Kështu që të dashur miq, ishit në Mauricius nëpërmjet formatit, morët vesh informacione, bëjmë një rezume të shpejt, 600 maksimumi 700 euro në periudhën low cost deri në 1000 ca euro në periudhën high, nëse i prenotoni vetë në të kundërt, shkoni tek Stili Ariola Sheut, e cila pa 8.000 euro nuk shkon në Mauricius. Prandaj kam ngel në Shqipëri. Të paktën sipas ulumtimit që bëm në internet kishte edhe oferta nga 2500 euro personi, ëh? Po që zakonisht shkojnë 2, kështu që prapë 5000 bëhen. Jo, nëse bëje prenotimin çift, me vërtet këtu nuk po tallem, kishte një reduktim të ndjeshëm të kostove. Vërtet. Kështu që po, kështu që. Pra gjithë gjeni një grua ose një burr për të shkuar në Mauricius. Një partner s'do ishte keq. Po mirë, vend për çifte ishte ideal, edhe pse mund të shkoje me familjen.
Eksakt, po, patjetër. Mauritius njihet edhe për një shpend Arion. E di që më bëri shumë çudi se unë këtë shpendin, për gjithë ata që ndoshta janë rritur nëpërmjet edhe më saktë televizionit italian, ka qenë një program tek italiani që quhej Albero Azzurro, nuk e di e ke ndjekur ti apo jo. Albero Azzurro ishte një emision dhe në krye të Albero Azzurros ishte një protagonist, një personazh kukull, ku futej dora brenda dhe ishte një dodo. Pra ishte ky shpendi, i cili është shpendi më i famshëm i ishullit Mauritius. Po, dhe ata e kishin zgjedhur pikërisht se ishte një shpend i rrallë, pra nuk ekziston në asnjë vend tjetër të botës, vetëm këtu ekziston, të dashur miq, ka përmasat e një deti, pra është goxha i madh, dhe u asgjësua në momentin që ishulli u pushtua nga, le të themi, konkuistadorës apo nga ata që mund t'i quajmë si uzurpuesit e ishullit. Uzurpadores, për shkak se ishte një pul budallaqe. Kështu e kishin përshkruar të paktën në Wikipedia. Pushtusit Arion. Pushtusit, bravo. Shumë mirë ti që di shqip. Shumë italian. Dhe po thoja që kjo pula ishte një pul budallaçk, të cilën e kapi me dorë, shu i venin nga mbrapa, e kapnin dhe nuk ikte, se nuk kishte përballur ndonjëherë me njerëzit, dhe ata rinin në ishull, i kpusin në një kokë. Kput. Poverina Dodo u zhduk dhe është një shpend i cili tani më ka mbetur vetëm në kujtime dhe nëpër muze. Kështu si çdo të zhdukemi dhe ne vetëm pas pak, sepse dal kemi ardhur në fund edhe të programit, ka qenë një program fantastik që ne shijuam shumë. Se tham vetë ne. E tham vetë neve, shpresoj që juve ta shijoni po kaq sa neve dhe do të shihemi javën e ardhshme me një tjetër destinacion ku do na çojë i ftuari i radhës. I ftuari që do të vi është djalë, është moderator dhe televiziv dhe pasi dietën maksimumi ndryshojmë. Edhe televiziv dhe radiofonik, nuk ma ka thënë ende lokacioni, po do jetë me siguri shumë i bukur për shkak se ka udhëtuar shumë, po për te falenderimit që i bëjmë këtij të ftuarit që do jetë me ne, doja të falenderoja me 2 fjali të vetme dhe sponsorat tan, Alstezo Group dhe restorant Kallaja e Prezës, që është njëshi, dyshat, një dhe një, dyshat që na mbështesin. 11. Interesante, një dhe një, 11 vetëm. Faleminderit shumë që na keni ndjekur, do vazhdojmë dhe ne me jetën tonë, se na pret një jetë impenjative, hëna nis, kështu që deri të dielën e ardhshme. Bye, ciao. Ciao.